Mirëmëngjesi zonja e zotrinj, mirë se vini në Skan Live për gjatë ditës sotme. Më të shumë do të fokusohemi tek tarifat që u njoftuan 2 ditë më parë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, thuajse ndaj të gjitha vendeve anë mban botës, tarifa që variojnë nga 10 deri në thuajse 40%. Shqipëria do të përballet me një tarifë të shesht, ajo që është minimalja 10% së bashku me Kosovën, por ka disa vende të rajonit si Serbia, Bosnia Hercegovina, Maqedonia e Veriut që përballen me tarifa mbi nivelin e 30%. Do diskutojmë në lidhje me efektet rajonale, por gjithashtu edhe efektet globale që do të ketë vendosja e këtyre tarifave. Njëkohësisht do diskutojmë në lidhje me bilancin e plotësimit deklaratës individuale të ardhurave personale. Afati fundit ishte data 1 prill, të gjithë individët që kishin të ardhura bruto mbi nivelin e 1.2 milion lekëve në vit, ishin detyruar të plotësonin deklaratën që ndryshe njihet si diva. Do diskutojmë në lidhje mbi bilancin sa persona e kanë plotësuar atë, por njëkohësisht edhe në lidhje me penalitetet që mund ndërmeren për ata që nuk e kanë plotësuar. Fillimisht, si çdo ditë, do të shohim ecurinë e tregjeve, do ta nisim me tregun e brendshëm valutor ku ditën e djeshme dollari amerikan u zhvlerësua ndjeshëm përballë monedhave kryesore ndërkombëtare dhe kjo tendencë në rënje e dollarit në tregje ndërkombëtare u reflektua edhe në tregun e brendshëm, por ditën e sotme, si në tregun tonë ashtu edhe në tregje ndërkombëtare, vjet re një korektim i lehtë i vlerave. Sigurisht se mund ta shohim, dollari amerikan sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98 blihet me 89.2, shitet me 91.1 lekë. Dhe sikur se mund ta shohim, margji i tregtimit ose diferenca midis çmimit të blerjes dhe të shitjes është zgjeruar në thuajse 2 lekë dhe kjo tregon se ka një nervozizëm dhe kujdes të madh njëkohësisht në lidhje me dollarin amerikan. Arsyeja kryesore ishin tarifat e njoftuara nga Donald Trump 2 ditë më parë, në ditën e mërkurë, dhe këto tarifa shkaktuan një shitje masive të aksioneve, gjithashtu edhe për gjatë ditës së djeshme, por një rënje drastike për dollarin amerikan. Euro ndërkohë blihet me 98.8, e pandryshuar shitet me 99.7 lekë në rënje të lehtë dhe monedha europiane tashmë vion tregtohet dhe madje ka gjetur stabilitet pranë por poshtë nivelit të 100 lekëve. Franga zvicerane blihet me 103.8 dhe shitet me 105 lekë në rritje, gjithashtu si në blerje, ashtu edhe në shitje. Disa monedha si euro, jeni japonez dhe franga zvicerane janë preferuar nga investitorët ditën e djeshme për të mbrojtur pikërisht ndaj këtyre luatjeve në tregjet që cilësohen me risk. Paundi britanik blihet me 116.5 dhe shitet me 118.1 lekë në rënje si në blerje, ashtu edhe në shitje. Dollari kanadez blihet me 63 dhe shitet me 65 lekë. Edhe në këtë rast kemi me zgjerim të margjit tregtimit në nivelin e 2 lekëve. Dollari australian blihet me 55.3 dhe shitet me 58 lekë, ndërsa jeni japonez blihet me 0.6 dhe shitet me 0.63 lekë. Lira turke ka një tendencë në rënje në sesionin e sotëm, blihet me 2.28 dhe shitet me 2.4 lekë. Dinari maqedonas është i pandryshuar, blihet me 1.55 dhe shitet me 1.62 lekë. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë së rublës ruse, kjo monedhë është e pandryshuar, blihet me 0.81 dhe shitet me 1.02 lekë dhe së fundmi, juani kinez ka një tendencë në rritje të lehtë në raport me lekun, blihet me 11.19, shitet me 12.42 lekë në mëngjesin e sotëm, sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare vjet re një rikuperim i lehtë i dollarit amerikan, ndërsa ditën e djeshme monedha e gjelbërt humbi mbi 2% të vlerës. Ndër monedhat me performancën më të mirë për gjatë sesionit kaluar ishin euro dhe jeni japonez, sepse u preferuan nga investitorët pikërisht ndaj komenteve të bëra nga presidenti Donald Trump, i cili njoftoi vendosjen e tarifave thuajse ndaj të gjitha vendeve me cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë tregti.
Investitorët edhe sot, pavarësisht se vjet re një korektim i lehtë i vlerës dollarit, një rritje lehtë e monedhës së gjelbërt, vjojnë të jenë fokusuar dhe të requr nga asetet e cilësuara të sigurta. Përkohësisht, në sesionin e kaluar, euro fitoi 2.4% të vlerës dhe u ngjit mbi nivelin e 1.11 në raport me dollarin amerikan, niveli më i lartë në thuajse 6 muajt e fundit, por sot, sikurse mund ta shohim, vjet re një rënje lehtë e euros me 0.28% të vlerës këmbet me 1.1019 dollar, niveli më i lartë në të paktën 6 muajt e fundit dhe pritet që euro ta mbyll tregtin dhe javën përjedhoi mbi nivelin e 1.1 në raport me monedhën e gjelbërt. Paundi britanik është në rënje me 0.54%, edhe për faktin që ditën e djeshme realizoi fitime të konsiderueshme, një pound këmbehet me 1.3025 dollar. Në raport me frangën, dollari është në rënje me 0.49%, sepse franga është preferuar nga ana e investitorëve dhe këmbehet me 0.8549 franga. Dollari australian realizon humbjet më të mëdha edhe sot përballë dollarit me 1.79%, këmbehet me 0.6214 dollar amerikan. Dollari kanadez në rënje gjithashtu me 0.32% të vlerës, kuotohet në 0.7069 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari është rritur lehtë me 0.08% dhe këmbehet me 146.17 yen mesatarisht. Në tregun e kriptomonedhave, ditën e djeshme Bitcoin zbriti poshtë nivelit të 81.000 dollarëve, duke humbur mbi 5% të vlerës si pasojë e reagimit të investitorëve ndaj njoftimit tarifave nga Donald Trump, por ditën e sotme ka rikuperuar pjesërisht humbjet dhe i është drejtuar nivelit të 84.000 dollarëve. Bitcoin është rritur me 1.95% dhe këmbehet me 83.942.61 dollar. Edhe Ethereum në rritje me 1.17% të vlerës, kuotohet në 1.819.19 dollar. Ripple është rritur me 1.72%, këmbehet me 2.0904 dollar. Litecoin ka fituar 2.41%, kuotohet në 84.63 dollar dhe Bitcoin Cash ka fituar 4.18% të vlerës dhe këmbehet mesatarisht me 308.35 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Në tregun e naftës, çmimet qëndrojnë në rënje edhe në sesionin e sotëm pas humbjeve me mbi 3% në sesionin e kaluar. Investitorët shqetësohen se vendosja e tarifave do të ngadalsoj ekonominë globale, madje mund të çojë atë edhe në recesion që përjedhoi do dëmtojë ndjeshëm së pari kërkesën për naftë dhe në sesionin e kaluar çmimet humbën mbi 3% të vlerës dhe njëjta tendencë është edhe në sesionin e sotëm. Të presim tabelën për të parë ecurinë e çmimeve të naftës në hapje të sesionit evropian. Brendi Londrës, pas humbjeve me 3% ditën e djeshme, është në rënje edhe me 1.94%, kuotohet në 68.78 dollar dhe jo më larg se 2 ditë më parë, të mërkurën përpara se Trump të njoftonte tarifat. Brendi Londrës kuotohej në 74 dollar për fuqi dhe në harkun e 2 ditëve ka humbur rreth 6 dollar. Nafta bruto amerikane ka rënë me 2.02%, kuotohet në 65.6 dollar për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është në rënje gjithashtu të konsiderueshme me 1.87%, kuotohet në 637.13 dollar dhe kjo kontratë, që është mjaft e rëndësishme edhe për tregtimin e hidrokarbureve në vendin tonë, sepse merret si referencë nga importuesit, në 2 sesionet e fundit ka humbur rreth 40 dollar për ton. Në ecurinë e tregut metaleve të çmuara, vjet re gjithashtu një tendencë në rënje sepse shitja masive ka përfshirë edhe tregun e metaleve të çmuara. Megjithatë, ari vjon të qëndrojë nivelit, të rezistojë nivelit të 3.000 dollarëve edhe për gjatë sesionit të sotëm. Arsyeja kryesore që ka dëmtuar tregun është frika për një ngadalësim të kërkesës nga ana e investitorëve, por gjithashtu edhe bankave qendrore. Aktualisht ari ka humbur 0.2% të vlerës, kuotohet në 3.115.6 dollar për oncë. Argjendi në rënje me 2.25%, tregtohet në 31.25 dollar dhe platini ka humbur 1.45% të vlerës, kuotohet
në $942.7 për onzë. Në sesionin e kaluar, ari humbi mbi 2% të vlerës, pikërisht për shkak tarifave të njoftuara nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në ecurinë e bursave europiane, FTSE 100 i Londrës ka rënë me 0.77%, DAX i Gjermanisë dhe CAC 40 i Parisit kanë rënë me 1.02 dhe 0.78%, indeksi Zyriut SMI gjithashtu në rënje me 1.13% të vlerës dhe FTSE MIB i Milanos realizon humbjet më të mëdha në rënje me 2.19%. Ndërkohë, edhe tre indekset kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar publikuan humbje të konsiderueshme, pikërisht sepse tregu u përfshi nga shitje masive si pasojë tarifave të njoftuara nga Trump. Dow Jones ka rënë parapërsisht me 4%, humbjet më të mëdha i realizon Standard & Poor's 500 që ka humbur thuajse 6% të vlerës në sesionin e kaluar, humbjet më të mëdha në shumë vite. Nasdaq në rënje me 4.84% të vlerës, gjithashtu për të njëjtën arsye. Dhe së fundmi në ecurinë e korporatave, Rheinmetall është në rritje me 2.88%, Sartorius, Samurai, Zion dhe Henkel gjithashtu janë rritur nga 0.79 deri në 2.43%. Në performancën më dobët në bursën e Frankfurti, Deutsche Bank ka rënë me 5.8%, Commerzbank, Infineon, MTU dhe Daimler kanë humbur nga 2.82 deri në 4.87%. Në sesionin e kaluar ishte sektori i produkteve të luksit, i automjeteve dhe shumë sektor të tjerë që publikuan humbje të konsiderueshme, por pikërisht sektori i produkteve të luksit humbi 5.2% të vlerës në sesionin e kaluar, performanca me dobët në thuajse 4 vitet e fundit. Kjo ishte ecuria e tregjeve në hapjet sesionit të sotëm europian. Do të shohim tani zhvillimet kryesore nga vendi dhe për gjatë vitit 2024 kanë qenë të paktë pensionistët, të cilët kanë hapur një llogari për shërbimet bazike në një bankë për të rrequr pensionin. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në vitin 2024 janë krijuar vetëm 1007 llogari me shërbime bazike. Deri në fund të vitit 2024, pranë bankave janë hapur vetëm 1007 llogari me shërbime bazike, mbajtës të cilave janë pensionistët, përfituesit e ndihmave ekonomike ose invaliditetit, studentët dhe të tjerë. Shifrat tregojnë se vitin e kaluar ka pasur një interes të ulët nga të moshuarit për të hapur një llogari në bankë, e cila do të shërbente për të tërhequr pensionin në sportel ose me kartë në bankomat, por edhe për të kryer pagesa të ndryshme. Pensionistët vijojnë t'i qëndrojnë besnik postës që shpesh herë ja dërgon pensionin e tyre në shtëpi, ndërsa si rrjedhoi mungesës së degove fizike të bankave. Posta mbetet alternativa kryesore për tërheqjen e pensionit nga të moshuarit në zonat rurale. Ligji për llogaritë e pagesave me shërbime bazike që hyri në fuqi në janar të 2024-s i detyron banka që të ofrojë një llogari bazike për përfituesit e pagesës së papunësisë, familjet dhe individët, të cilët trajtohen me ndihmë ekonomike, përfituesit e pagesës së aftësisë së kufizuar dhe ndihmësit personal të tyre, për ata me statusin e invalidit dhe ndihmësit personal të tyre, të verbrit dhe ndihmësit personal të tyre, invalidët të punës për pagesën shtesë mbi pensionin e invaliditetit, pensionistët, studentët, jetimët, përfituesit e pensionit social e të tjerë. Megjithatë, nuk është e detyrueshme që këto kategori t'i marrin pagesat nga shteti në bankë. Përmes kësaj iniciative synohej promovimi dhe rritja e përfshirjes financiare të popullsisë, duke krijuar lehtësira për kategori konsumatorësh, të cilët e kanë të vështirë apo të pamundur hapjen dhe mbajtjen e një llogarie pagesash rrjedhëse në banka, për shkak të kostove që ajo mbart. Pensionistët nuk kanë asnjë kosto për hapjen dhe mirëmbajtjen e një llogarie bazike, por edhe asnjë komision për pajisjen me kartë. Tarifa parashikohen vetëm në raste të veçanta. Bankat nuk hapin një llogari pagesash me shërbime bazike në rastet kur konsumatori mban një llogari pagese ekzistuese në një bankë tjetër në Shqipëri, përveç rasteve kur konsumatori deklaron se është njoftuar për mbylljen e llogarisë së pagesave në bankën tjetër. Sipas deklaratave të mëparshme nga Banka e Shqipërisë, mbi 70.000 pensionistë dhe ata që marrin ndihmë sociale e marrin pensionin në bankë, ndërsa shumica e marrin përmes postës. Nëse bëjmë një krahasim me Kosovën, në këtë të fundit rezultoi një numër më i madh pensionistësh që e marrin pensionin përmes bankës. Sipas të dhënave nga Banka Qendrore e Kosovës, numri i llogarive me shërbime bazike e kalon shifrën prej 320.000 përfituesish.
Do diskutojmë tani në lidhje me deklaratën individuale të ardhurave vjetore, që ndryshe njihet si diva dhe afati i fundit ishte data 1 prill për shkak se fundjava dhe hëna rastisën pushim u shty edhe me një ditë. Do diskutojmë më gjërësisht me zotin Edvin Stefani, ekspert taksash pedagog. Zotin Stefani, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesë. Bilanci ishte pozitiv i atyre që plotësuan divan? Kam përshtypjen që njerëzit që kanë pasur për herë të parë e kanë përjetuar si një proces më shumë të përfolur se sa problematik. Po. Në sensin që mbasi ti e realizon deklaratën personalisht, nuk shef që nuk se ka ndonjë evidentim të madh dhe ja vlen, sidomos për një të punësuar, ja vlen që të hyet dhe të bëhet kjo lloj deklarate sepse ka vlera të përputhshmërisht me ligjin, problemet janë shumë. Por ka edhe përfitime njëkohësisht, ato që kemi diskutuar edhe në intervistat e kaluara, përfitimet ose zbritjet që mund kërkohen, mund pretendohen në 2026. Sigurisht, por keni parasysh që përfitimet janë edhe pak më të gjëra. Përfitimet janë edhe për shembull në sensin që në qoftë se dikush një individ nga këta që deklarojnë duhet të bëj, do të hapi një biznes dhe do të krijoj një SHPK për shembull dhe do të investoj, administrata i kërkon gjithmonë origjinën e parave. Dhe kjo është shumë e thjeshtë gjithmonë nëse autoritetet aty i kanë gjitha dhënat dhe në momentin që dikush vendos të hapë një biznes, i ka gjitha dhënat aty. Do më thënë, administrata kërkon nga origjinën e paras. Dhe origjina e paras është shumë e rëndësishme të justifikohet përmes këtyre deklaratave, të kërkohen këto lloj deklaratash. Pra nuk mund të thuash që kur ti hap një biznes, nga i ke gjetë parat dhe të thuash që shikoni kanë pasur parat mjatë, ty të kërkon këtë gjë. Edhe bankat në dhënien e kredive të ndryshme qasen ndryshe ndaj personave të cilët kanë realizuar deklarime të tilla. Pra, përveç detyrimit për zbatuar ligjin, përveç detyrimit për zbatuar ligjin dhe që është detyrim, kemi edhe atë përfitimin që kemi që në të ardhmen ke mundësi për të marrë kredi, për të zhvilluar aktivitete biznesi dhe i legalizuar. Në 2026-ën, realisht mendoni se do të aplikojnë edhe ato zbritje tatimore që parashikohen në ligj? Shpenzimet për fëmijë, për ato klasat ishin që në këtë formular? Kam përshtypjen që ashtu siç është ligji në këtë moment, këto lehtësira do të zbatohen. Në qoftë se do të flasim për të ardhmen, kam përshtypjen që kjo do të zbatohet pasi janë zbritje tatimore të pranueshme, janë zbritje tatimore të cilat sigurojnë një lehtësim në përdorim. Dhe besoj se këto do të mbeten, ndonse unë e kam theksuar që mendoj që duhet të zgjerohen. Unë jam për një sistem... Duhet të zgjerohen zbritjet tatimore? Po, imagjinoni për shembull se çfarë ndodh me sistemin arsimor privat në këtë moment. Sistemi arsimor privat do të kuptojë rrugës që individët të cilët kanë sjell fëmijët për të shkolluar do të bëjnë deklaratën dhe nëse administrata do të vjen për kontroll, ai do të marrë vesh që filan institucion privat ka përfituar këtë sasi të caktuar lekësh. Deklarata nuk e tregon vetë se kush është, por kjo konstatohet përmes një kontrolli tatimor. Dhe kjo mjafton që të rritet niveli i deklarimit të gjithë këtyre institucioneve private. Dhe kjo është një stimul shumë për rritjen e bazës së tatueshme. Por nëse ne e zgjerojmë bazën e tatueshme në përçështje, pra duke zgjeruar tipet e zbritjeve, atëherë çdo gjë është e rëndësishme dhe ekstremi, dua të them që është ekstrem pasi nuk para zbatohet, është që nëse ne i japim një individi mundësinë që të zbresë dhe shpenzimet e ushqimeve, imagjinoni që çfarë do të ndodh, do të kemi një ushtri të tërë pafund deklarues. Personazh të cilët ndjekin lëshimin e faturës.
me kartën ID, sepse kjo, jo, s'ke nevoja sa deklarosh, sepse sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që mjafton që ti kur shkon blen në një supermarket atë fut ID-n tënde, automatikisht fatura të shkon ty. Fatura shkon dhe shkon në mënyrë elektronike, nuk ke nevojë as të bësh ti rish ti mbledhësh faturat e tjera. Kam përshtypjen këto nuk i din njerëzit. Nuk i din sepse edhe mbase nuk është bërë një fushat. Njerëzit nuk kanë, mund të thosha që njerëzit në këtë moment nuk kam se ta dim, sepse kjo është një ide imja dhe nuk është në ligj. Njerëzit do ta marrin vesh nëse kjo vendoset në ligj, nëse zbatohet në ligj. Megjithatë, me sa di unë, shumica e vendeve të botës nuk e kanë zbatuar një gjë të tillë dhe kjo flet për shumë ngjashmëri midis sistemeve fiskale në këtë aspekt. Ndërkohë, referuar shifrave, zoti Stefani, kanë qenë 143.369 individ që duhet të deklaronin dhe kanë plotësuar 127.381 individ. Shifra është rreth 90% deklarues. Janë të kënaqshme? 2024 dhe krahasimi me 2023-shin. Dhe diferenca është e jashtëzakonshme pikërisht për shkak të uljes së kufirit për deklaruar. Po pra, duhet kemi parasysh që kur flasim për përqindje, në të tilla raste, jemi duke e reduktuar pikërisht pra këtë sens duhet t'jap që në të tilla raste është më mirë të flasim për vlera absolute pasi diskutimi me përqindje është reduktues për rëndësinë e çështjes. Kjo do të thotë që ne duhet të flasim për faktin që rreth 16.000 individ do të marrin janë në mos përputhshmëri me ligjin, rreth 16.000 individ do të marrin njoftim nga administrata tatimore për faktin që nuk kanë bërë deklaratën dhe do të marrin penalitetet e mundshme. Pra ata nuk kanë më paralajmërim plotsojeni, është njoftohen për gjë. Jo, ka kaluar afati, nuk maksimumi do të vi një njoftim, se ka ndodhur edhe në të kaluar, si shikoni edhe në 2023-shin, që ju nuk keni bërë deklaratën dhe eventualisht njoftimi vjen për të njoftuar për penalitetin. Dhe në fund të njoftimit jepet edhe informacioni që ju mund të jeni mund të jeni futur në sistemin e riskut për rivlerësime të mundshme. Dhe administrata tatimore është duke krijuar një sektor të veçantë i cili do të merret me këtë çështje. Pra, po jepet një rëndësi të madhe divës. Kështu që do të kemi në atë realitetin ton përveç kontrolleve të zakonshme tatimore do të fillojnë të shfaqen këto kontrollet e individëve, pra administrata që kontrollojnë individët. Meqense ishte hera e parë, mendoni se hera e parë si për administratën me këtë kufi, ashtu dhe për individët që u përfshin në këtë deklarim. Mendoni se për shkak të vështirësive, për shkak edhe dyshimeve që kishin njerëzit, si hera e parë, mund të ketë tolerime dhe 2026 do të jetë patjetër ndryshe? Unë jam një person me bindje që ligji duhet zbatuar ashtu siç është. Pavarësisht se është hera e parë. Dhe ligji për procedurat tatimore nuk parashikon një gjë të tillë. Çdo lloj favorizimi për persona të cilët nuk e bëjnë këtë gjë, në pamje të parë duket sikur ndihmon procesin, por t'jeni sigurt që e vështirëson atë, sepse në të ardhmen këta individ, pra nuk bëhet fjalë për një biznes, i cili ka ekonomistë e tjerë. Bëhet fjalë për individ të cilët e kanë lehtësisht të idenë që duhet të falet ky penalitet dhe s'po e bëjmë këtë gjë. Pra, në një farë mënyrë kjo lloj politike e faljes, pra nuk duhet të ndodhë, sepse bën më shumë dëm se sa përmirëson. Për më tepër që detyrimi tatimor 3.000 lekë të reja nuk është, të paktën në perceptimin tim, nuk është i rëndësishëm për t'u falur. Pra nuk është se ti po vendos një penalitet për shembull në një vlerë të konsiderueshme dhe kjo do të shkaktonte probleme sociale. Penaliteti është thuajse simbolik. Pse mendoni se është ulur penaliteti? Ishte 5.000 lekë nëse nuk gabohem vitin e kaluar në 2023-shin. Për ata që nuk deklaronin, ul në 3.000 lekë. Sepse disa njerëz për shkak neglizhencës, mbas edhe për shkak që ras serveri 2 apo 3 orë,
thonë po paguaj qobën dhe... Kjo, unë e lexoj mirë ligjin e procedurave tatimore dhe kjo ka ardhur se rezultati një pakete ulje të disa prej penaliteteve. Domethënë, nuk është se ka ardhur si qëllim vetvete, ka ardhur si pjesë e një pakete totale, e cila ka ndryshuar për shembull faktin që nëse vjen hetimi tatimor, janë bërë disa ndryshime për penalitetet dhe mundësinë e administratës për të rivlerësuar detyrimin tatimor për 3 muajt e fundit nëse të kapet një penalitet për lëshim e faturës. Ka qenë pjesë e paketës, dua të them. Nuk dua ty mënd në detaje. Pra, nuk është se ka qenë një ulje e cila është bërë vetëm për këtë qëllim në një gazetë zyrtare e promovuar për këtë qëllim. Kështu që uljet të tilla kanë gjithmonë sensin e diferencimit dhe favorizimit të një individi, pasi zakonisht individët të cilët nuk bëjnë deklarata nuk kanë si qëllim bërjen e një evazioni. Pasi t'jeni sigur që të gjithë këta që kanë deklaruar, sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që ty ta merr tatimin paraprakisht, është thjesht procedurë. Dhe normalisht unë hipotetizoj që kjo ka qenë arsyeja për uljen e këtij lloji penaliteti, pasi nuk i referohet një personi që do të bëjë evazion, një entiteti që do të bëjë evazion, por i referohet një individi i cili për një arsye të në neglizhencës bën këtë gjë dhe neglizhenca ndryshon nga qëllimet për evazion në trajtimin tatimor. Ky është një version i ngjarjes. Ndërkohë, sërish zoti Stefani, për sa i përket kësaj kulturës për deklaruar të ardhurat, ligji gjithashtu parashikon edhe zbritje tatimore. Këtë vit nuk u zbatua sepse nuk e parashikonte ligji apo kishte arsye të tjera dhe mendoni se në 2026 në realisht do të funksionojë, do zbatohet? Mendoj që do të zbatohet zbritjen tatimore, sepse është një ndër zbritjet për mendimin tim më të mira që kanë ardhur ndonjëherë, ndër zbritjet më të lehta për t'u bërë dhe si e tillë ka për të qëndruar. Nuk besoj se asnjë administrat do të vendosi që për shembull të heqi 48.000 lekëshin për fëmijët 9-18 vjeç. Pasi në vetvete çështja është shumë sociale dhe nuk është se ka të bëjë me siç ishte për shembull interesi për shkollimin e fëmijëve. Interesi për shkollimin e fëmijëve ishte diçka shumë e rrallë në masivitetin e saj, ndërkohë që fëmijët 18 vjeç ka një aspekt social që del përtej taksimit. Gjithsesi, për sa i përket formës, si do të bëhet ajo? Nëse keni informacion apo edhe një mendim se si është forma më e mirë për ta bërë këtë zbritje. Mund të jetë kompensim, mund të jetë zbritje? Le të themi si është aktualisht. Aktualisht është në nivelin e bazës së tatueshme. Çfarë do të thotë që në qoftë se unë kam deklaruar një sasi të caktuar page, më llogaritet një detyrimi i caktuar tatimor dhe eventualisht zbritet tatimi që është mbajtur në burim. Kjo është ngjarje të cilën nuk bëj asnjë zbritje tatimore dhe tatimi llogaritur dhe i kredituar është i barabartë. Në momentin që u bë zbritjen tatimore, 48.000 lekë referohet në fakt vlerës së bazës së tatueshme, do të thotë që zbritja në vetvete detyrimit tatimor i përfituar është në pjesën më të madhe të rasteve 13% herë 48.000 lekë. Kjo do të thotë që zbritja tatimore funksionon në nivel bazë të tatueshme. Dhe zbritjet tatimore në nivel bazë të tatueshme janë në fakt më afër ngjarjes ekonomike. Pra, nëse ne diskutojmë të ardhurat dhe shpenzime, zbritja tatimore i referohet ngjarjeve ekonomike të ndryshme. Për shembull, unë nëse jam një tatimpagues i cili jam në segmentin 13%, përfitimi do ta kem 13% të vlerës. Por nëse unë jam një tatimpagues i lartë, i cili jam në segmentin 23%, unë do ta kem zbritje 23% për 48.000 lekë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që kalimi i zbritjeve në nivel shpenzimesh i përshtatet më shumë rastit, sesa zbritjet në nivel tatimi. Për shembull, nuk e për të paguar kaq tatim. Nuk e për të paguar kaq tatim, politika është më pak fleksibile, është më jashtë rastit, më formale dhe më pak efektive, do të thosha. Pra zbritja, zoti Stefani, për ta kuptuar, nuk do të jetë 48.000 lekë për fëmijë, por do të jetë vlera e tatueshme në raport me 48.000 lekë herë 13% për një person i cili ka të ardhurat mujore, i ka 200.000 lekë të reja,
deri në 200.000 lekë të reja, të ardhurat mujore bruto, ai do të përfitojë 13% zbritje. Por nëse ai ka kaluar tek 23%, pra ka paga të larta, dhe i vendos këtë bazë të tatueshme, eventualisht zbritja redukton vlerën totale dhe eventualisht zbritja ka efekte 23%. Sepse aq tatohet. Pra kjo është koncepti i zbritjes. Pra unë të jap ty mundësi për të zbritur, por e diversifikoj sipas rasteve. Në qoftë se prek pjesën e shpenzimeve, në qoftë se prek pjesën e tatimit, pastaj është një zbritje më pak sipas rastit dhe më pak një politikë më pak efektive. Zoti Stefani, supozojmë që një individ ka të ardhura mujore bruto poshtë nivelit ose vjetore poshtë nivelit të 1.2 milion lekëve apo 100.000 lekëve në muaj poshtë niveli, që do thotë nuk duhet ta plotësoj divan. Por ai, a mundet kërkoj zbritje? Sigurisht. Por duhet ta plotësoj divan patjetër pavarësisht se nuk e kalon. Sigurisht. Një person, edhe kjo është shumë e saktë, në vërtetë shumë e saktë, sepse shumë individ pyesen që unë nuk e kam detyrim për të paguar, si mund të përfitoj këto zbritje. Duhet ta plotësosh fillimisht. Por çfarë ndodh? Ju keni të drejtë të plotësoni deklaratën edhe nëse nuk i kapni të ardhurët e 1.2 milion lekësh. Dhe kjo rrit mundësinë që dhe ne shumë mirë që ju e trajtoni që edhe këta individ kanë të drejtë për ta bërë deklaratën, duhet ta bëjnë deklaratën dhe duhet përfitojnë zbritjen tatimore. Tani, rasti ekstrem është në të cilin kemi të bëjmë që s'parandodh me individi i cili nuk ka mbajtur asnjë tatim të mundshëm dhe pra i ka pagën 50.000 lekë në muaj dhe shkon 600.000 lekë, por këto janë ngjarje tepër të veçanta, megjithatë mund të ndodhin dhe këto janë ngjarje të cilat ka një mungesë të trajtimit tatimor të specifikimit në legjislacion se cili do të jetë përfitimi tatimor. Një personi i cili ka fëmijë dhe ka 50.000 lekë, do t'i kthehet çfarë tatimi do t'i kthehet, sepse bëhet fjalë për tatimin e paguar. Megjithatë, në këtë moment jemi duke spekuluar për atë se si mund të ndodhi. Ligji nuk e shpreh një gjë të tillë për këta individët të cilët marrin paga deri në 50.000 lekë në muaj dhe që mund të ketë dy fëmijë për të bërë zbritjen tatimore. Si do të trajtohet ky lloj rasti? Kam përshtypjen duhet të parashikohet. Ndoshta në udhëzimet e ardhshme mund të specifikohen këto gjëra sepse kuptohet që zakonisht ndërtimi i një ligji në hapat e tij të parë trajtojë një pjesë të ngjarjeve të mundshme të realitetit, ndërkohë që duhet ta diversifikojnë dhe kjo gjë faktikisht është një emet e zakonshme të gjithë ligjeve, jo vetëm ligjeve shqiptare, sepse jeni sigurt që çështja e gabueshmërisë të ligjit është në të gjithë ligjet në botë etj. Dhe ku mund gjenden hapësira. Dhe për ta mbyllur, zoti Stefani, në këndvështrimin tuaj është e rënd bara e tatimeve dhe taksave mbi pagën e një shqiptari? 23% është i lartë, duhet ta pranojmë. Megjithatë ai prek pjesën e lartë të pagave. Megjithatë duhet të pranojë se çfarë quhet e lartë. Pra, për dikë që merr 250.000 lekë të reja, me kalimin e kohës është ambientuar me këtë lloj 250.000 lekësh dhe nuk i duket më e lartë paga. Një ndër problemet kryesore që ka ndodhur zakonisht për shkak në Amerikë dhe presupozohet që ka ndodhur me krizën e 2008 është problemi agent principal ku këta drejtuesit korporata merrnin edhe nga 1 milion euro shpërblim dhe përsëri quheshe diçka normale. Kështu që duhet të jemi të saktë në atë gjë që 23% vlerësimet e mia janë personale, janë subjektive, megjithatë 23% që mbetet në përgjithësi një detyrim tatimor i lartë për këto pagat e larta. Ndoshta pak më i vogël. Po gjithmonë është pasur synimi i barazimit të këtij koncepti, se është mbledhur ajo 15% me 8%, dhe interesante është se në fakt po ti mbledhësh bashk, 15 tatim fitimi dhe 8 dividend. Po ka interesante se kur mbledh 15% me 8%, në fakt nuk japin 23%, po japin 21%, sepse 8% është ndaj 85% që të mbetur. Kështu që është 21%. Kështu që në kushte që ne kemi ndërmend që ti barazojmë këto gjëra, një zbritje nga 23% ndoshta në 20% ose 21% është e detyrueshme, përtej pasaj është një prirje që duhet bërë për mendimin tim, sepse duhet jetë në nivelin e 15%. Nëse një individ, zoti Stefani, për shembull, ka dy punë,
tek njëra merr 120.000 lekë të reja dhe të tjetra po 120. Të dyja e kalojnë 200.000 lekëshin. Ai si datohet? Bashkohen dyja dhe datohet 23%? Atëherë formula funksionon në këtë mënyrë që ju keni një zbritje, ju gëzoni një zbritje tatimore për pagat e larta deri në 30.000 lekë të reja. Gjë që do të thotë që në qoftë se shuma totale të ardhurave është 200.000 lekë, juve taksoheni me 13%, sepse 13% që është për 170.000 lekë të reja, pra 200.000 minus 30, 170.000. Dhe çdo gjë që është përtej kësaj shifre është me 23%. Pra, le të themi shtohet 10% mbi një person të dy punësuar, i cili është taksuar tashmë me 13% dhe nuk ka të drejtë të taksohet me 13% sepse kalon në skedulën e lartë të ardhurave dhe për pjesën që kalon tatimi bëhet nga 13% në 23%, pra i shtohet një 10% që tatim. Dhe kjo është diçka që njihet në literaturën botërore si një taksim progresiv mbi shumat globale të ardhurave që është një procedurë thuajse klasike në këndvështrimin e taksës progresive. Zoti Stefani, ju falenderoj si gjithmonë për gjitha sarimet sillni në studion televizionit Skan. Faleminderit. Ne do të vijmë me tjera informacione, por gjatë vitit kaluar kontributi bankave në fondin e ndryrjes së jashtëzakonshme është rritur me 9.5% deri në 2027. Synohet që shuma e mbledhur në këtë fond për shpëtimin e bankave në rast krizash financiare të arrijë në 8.5 miliard lekë. Fondi ndërhyrjes së jashtëzakonshme që përdoret për shpëtimin e bankave në rast falimentimi apo krizash financiare ka arritur në 5.2 miliard lekë në fund të 2024-s. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, bankat kanë derdhur në këtë fond rreth 982.1 milion lekë në 2024, duke e quar totalin e paguar në 7 vite në shumën 5.2 miliard lekë. Në dhjetor 2024, vlera kontabele e aktiveve neto në dispozicion të autoritetit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme është 5.73 miliard lekë. Gjatë vitit të kaluar janë paguar rreth 9.5% më shumë para nga bankat në krahasim me 2023-shin. Banka e Shqipërisë përllogarit çdo vit kontributin vjetor që sektori bankar do të paguajë për arritjen e nivelit të synuar të fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Për të përmbushur nivelin e synuar të fondit, kontributet paguen në përpjesëtim me vitet që mbeten deri në 2027. Që prej 2018-s, kontributi që paguen bankat ka ardhur duke u rritur nga viti në vit, ndërsa synohet që deri në 2027 fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme të arrijë në 8.5 miliard lekë. Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme është krijuar në vitin 2018 dhe administrohet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Para që derdhin banka çdo vit në fond, investohen nga kjo agjenci në tituj të qeverisë shqiptare dhe depozita një javore e llogari rrjedhëse pranë Bankës së Shqipërisë. Vlera nominale investuar është 5.67 miliard lekë, ndërsa të ardhurat e fondit nga interesat e fituar prej investimit të shumës së fondit ishin 219.6 milion lekë në 2024. Investimet janë në masën më të madhe në lekë, ndërsa ato në monedhë të huaj përbëjnë 5.24% të mjeteve financiare nën administrim. Ky fond mund të përdoret nga Banka e Shqipërisë për disa qëllime, të tilla si garantimi i aktiveve ose pasiveve të bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme, bankës apo shoqërisë për administrimin e aktiveve, kompensimi i humbjeve të pambuluara që lindin për shkak të përjashtimit të detyrimeve të pranuara të kreditorëve të bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme e të tjera. Ndërkohë autoriteti rrugor shqiptar ka lidhur kontratën me kompaninë që do të kryejë punimet në lotin e parë të aksit rrugor Çukës-Qafploç. Tenderi për plotësimin e punimeve me vlerë rreth 3 milion euro u hap pas një verifikimi të kryer në terren mbi gjendjen ekzistuese të këtij aksi. Përfundimi i punimeve në lotin e parë të aksit rrugor Çukës-Qafploç do bëhet me fonde buxhetore. Autoriteti rrugor shqiptar ka lidhur kontratën me kompaninë që do kryejë punimet pas tenderit të zhvilluar në muajin nëntor të vitit të kaluar. Vlera e kontratës është rreth 3 milion euro, ndërsa punimet do kryhen nga kompania Albavia. Tenderi për plotësimin e punimeve u hap pas një verifikimi të kryer në terren mbi gjendjen ekzistuese të këtij aksi, duke marrë në konsiderat dhe kohën e gjatë që ka kaluar që nga nisja fillestare e punimeve. Në dokumentet e tenderit bëhej me dije se punimet në këtë segment kanë filluar në qershor të vitit 2009,
dhe kanë përfunduar në dhjetor të vitit 2014, ndërkohë që gjatë zbatimit të tyre ndodhi një rrëshqitje masive, ku përveç fshatit që ishte në krahun e majtë të rrugës, u dëmtua në një shkallë të konsiderueshme edhe trupi i rrugës, muret pritës prej betoni, veprat e artit e të tjerë. Si rezultat i rrëshqitjes u bë postimi i aksit në një gjatësi rreth 800 metra linear, çka u shoqërua me një kosto shtesë prej 20% të vlerës së kontratës. Por edhe me fondet shtesë, objekti nuk përfundoi 100% dhe nuk u vendos në shfrytëzim, pasi mbetën pa u realizuar shtresat rrugore, sinjalistika horizontale e vertikale, disa elemente të urës e të tjerë, ndaj që aksi të jetë i aksesueshëm për automjetet, nevojiten dhe një sër punimesh që do realizohen përmes kontratës së re të lidhur nga ARSH. Përveç lotit të parë, për përfundimin e kësaj rruge aktualisht punohet edhe në 2 lote të tjerë, ndërsa më herët është deklaruar se punimet parashikohet të përfundojnë në vitin 2025. Aksi rrugor Qukës-Qafploç ka një gjatësi totale prej 43.8 km dhe do jetë një rrugë kategorisë C1, ku shpejtësia e lejuar do jetë 80 deri në 90 km/h. Rekomandimet që kontrolli i lartë i shtetit lë për institucionet pas shkeljeve të konstatuar në menaxhimin e financave publike janë zbatuar në masën 33%. Gjatë vitit 2024, KLSH kreu verifikimin e zbatimit të rekomandimeve për 97 auditime. Rekomandimet që kontrolli i lartë i shtetit le për institucionet pas shkeljeve të konstatuara në menaxhimin e financave publike janë zbatuar plotësisht vetëm në masën 33%. Sipas të dhënave nga ky dikaster për vitin 2024, në total janë zbatuar 1261 masa nga 3882 të pranuara nga institucionet. Po ashtu rezulton se 15% e këtyre masave janë zbatuar pjesërisht, ndërsa 22% rezultojnë në proces zbatimi, ndërkaq 1177 rekomandime që përbëjnë rreth 30% të totalit kanë rezultuar të pazbatuara. Gjatë vitit 2024, KLSH kreu verifikimin e zbatimit të rekomandimeve për 97 auditime, ndërsa ka rikërkuar nga të gjithë subjektet për shpejtimin e zbatimit të masave të pranuara por të pazbatuara, si dhe të gjitha masave që kanë rezultuar në proces zbatimi ose të zbatuara plotësisht. Dhënia e rekomandimeve ka për qëllim përmirësimin e situatës së subjekteve të audituara për problematikat apo mangësitë e konstatuara, të cilat edhe gjatë vitit 2024 kanë qenë të shumta. Sipas KLSH-s, një ndër fenomenet më të përhapura lidhet me keq klasifikimin e shpenzimeve dhe të ardhurave, çka çon në deformimin e pasqyrës financiare të institucioneve dhe cënon besueshmërinë e tyre. Gjithashtu, KLSH vëren se mos respektimi i kuadrit ligjor dhe rregullator në tender, raportimin fiskal, zbatimin e kontratave e të tjerë janë problematika sistematike dhe të pranishme në disa nivele të qeverisjes. Këtu përfshihen institucionet e pavarura, të qeverisjes qendrore, vetë qeverisjes vendore apo shoqëri publike me kapital shtetëror mbi 50%. Ndërkohë i pranishëm në takimin e dytë të nivelit të lartë, Shqipëria 2030 rruga e reformave, kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria nuk ka rrugë tjetër përveç antarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas tij, së shpejti pritet të hapen grup kapituj të tjerë për shkak të përmirësimit të vendit në disa raporte ndërkombëtare. Nuk ka rrugë të mesme përveç integrimit në Bashkimin Evropian. Në një takim të nivelit të dytë edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria di shumë mirë që Bashkimi Evropian nuk është bankomat, por një familje e madhe që vendi duhet të bëhet pjesë brenda vitit 2030. Ne kemi vetëm një zgjedhje, vetëm një plan, vetëm një rrugë që është Bashkimi Evropian. Dhe ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është shumë më tepër se sa një bankomat. Ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është vendi i shpëtimit ton nga historia jo. Dera që është hapur duhet shfrytzuar sa pa u mbyllur. Dhe unë jam këtu për ta konfirmuar këtë fuqimisht bashkë me gjithë të tjerët. Besojmë pa kushte në këtë proces. Kreu i qeverisë tregoi gjithashtu që pas hapjes së 2 grup kapitujve të parë të negociatave, po shikohen mundësi që së shpejti të hapen të tjerë për shkak të përmirësimit të vendit në disa raporte ndërkombëtare. Kemi hapur zyrtarisht 2 grup kapituj të negociatave, kemi ambicien të hapim të tjerë në vijim dhe jemi pozicionuar më mirë se asnjëherë në
të gjitha renditjet europiane në fushën e mirëqeverisjes dhe të antikorrupsionit. U përbënd këtu nga zëvendës sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës apo nga Valentina vlerësimi i Grekos për parandalimin e korrupsionit, vlerësim që na ngjiti 18 vende në indeksin e perceptimit të korrupsionit. Rama tregoi gjithashtu në lidhje me modelin revolucionar të AI për prokurimet publike në bashkëpunim me Microsoft dhe me grupin e Mira Muratit. Sipas tij, vitin e ardhshëm do të kemi një model pa përfshirjen e njeriut në 95% të procesit. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar reformim të thellë në burimet e financimeve për kulturën, në prezantimin e programit elektoral, Berisha tha se synimi është nxjerrja e këtij sektori jashtë konfliktit të interesit. Gjatë një konference për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi programin e kësaj force politike për kulturën dhe artin. Sipas tij do të ketë një Ministri Kulture me misionin më të rëndësishëm të zhvillimit, duke konsoliduar dhe mbrojtur kulturën shqiptare. Meritokracia dhe nxjerrja e këtij sektori jashtë konfliktit të interesit, si kundër sektorë të tjerë, do të jenë bazë e reformës. Reforma në sistemin e arteve dhe kulturës duhet të angazhojë një reformë të thellë, të angazhohet në një reformë të thellë të burimeve të financimit të këtij sektori. Qeveria do rrisë kontributin, do të dyfishoj buxhetin për kulturën dhe artin. Kjo nuk mjafton. Berisha theksoi se qeveria do të mundësojë me ligjet më të mira të sponsorizimit kontributin e sektorit privat në sponsorizimin e veprimtarive private, kulturore dhe artistike. Qeveria angazhohet për një bashkëpunim kombëtar. Pra, kultura është çështje identitet kombëtar. Qeveria angazhohet të mbështesë artistët dhe njerëz të kulturës, të letrave, të librit, shqiptar kudo që ndodhen. Një transformim rrethësor i legjislacionit në fushën e artit, kulturës dhe librit. Sipas kreut demokrat, do të bëhet rikthimi i detyrueshëm për gjithë bibliotekat publike për të pasur librat që publikohen të autorëve shqiptar, por edhe të autorëve të huaj. Ai shtoi se një përpjekje e madhe do të bëhet për promovimin e librit. Ndërkohë, në një takim rajonal në lidhje me dialogun social në vendet e Ballkanit Perëndimor, u theksua se Shqipëria po punon shumë mirë me reformat. Sipas ambasadorit Gonzalo, Shqipëria po i shfrytëzon mundësitë që po jepen për antarësim në Bashkimin Evropian. Vendet e Ballkanit Perëndimor po afrojnë gjithnjë më shumë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në një takim rajonal të mbajtur në Tiranë për dialogun social me vendet e Ballkanit Perëndimor, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato theksoi se Shqipëria po i shfrytëzon mundësitë e saj dhe BE-ja mbështet për objektivin ambicios të mbylljes së negociatave për integrimin deri në vitin 2027. Ekziston vërtet një shans realist që ne mund të bëjmë pjesë të Bashkimit Evropian më shumë se një vend që kërkon zgjerimin deri në fund të mandatit të këtij Komisioni Evropian. Dhe kjo është një risi e rëndësishme, pra kjo ofron një dinamik të re. Një risi e këtij procesi është që vendet janë që tashmë shijojnë dhe do të vazhdojnë të shijojnë disa nga përfitimet e antarësimit në BE dhe përpara se të bëhen shtete anëtare me të drejta të plota, dhe me besim dhe me shumë gëzim them që Shqipëria është një nga ato vende që po i përdor këtë mundësi tashmë përpara se të jetë shtet anëtar. Prandaj dhe Shqipëria në veçanti ka planin e vet ambicios për të përfunduar negociatat e antarësimit deri në fund të vitit 2027. E pranishme në takim ishte dhe zëvendësministri e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Olta Manjani, që u shpreh se Shqipëria është vendi i parë në rajon që ka marrë hapa konkret për antarësimin në BE. Shqipëria ka përqafuar këtë mundësi me vendosmëri. Ne jemi të parët në rajon që kemi nisur reforma që bëjnë të mundur ato që quhet parafinancime, që do të thotë reformat që tregojnë sa të gatshëm jemi ne për ta përkthyer integrimin e BE-s në përmirësime të prekshme. Dhe në qendër të këtyre reformave është pikërisht zhvillimi i kapitalit njerëzor dhe rritja e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ky takim i paraprin takimit të parë të Komitetit të Përbashkët Konsultativ Socioekonomik Evropian, i cili do të zhvillohet më 4 prill.
Ndërsa në kuvend janë depozituar ndryshimet dhe shtesat në ligjin për të huajt që synojnë përmirësime në fushën e drejtave të emigrantëve, refugjatëve dhe azilkërkuesve, por njëkohësisht edhe të mbrojtjes sociale. Me ndryshimet e propozuara, projekt ligji pritet të sjellë përmirësimin e politikave migratore të shtetit shqiptar. Në kuvend janë depozituar ndryshimet dhe shtesat në ligjin për të huajt. Këto ndryshime synojnë përmirësime në fushën e të drejtave të migrantëve dhe anëtarëve të tyre të familjes, refugjatëve dhe azilkërkuesve, si dhe të mbrojtjes sociale, akses në programe dhe shërbime integrime, ofrimit më të mirë të informacionit, procedurave të lehtësuara të ofrimit të shërbimeve për migrantët. Referuar dokumentit, projekt ligji për të huajt përcakton kriteret e hyrjes, qëndrimit, punësimit dhe daljes nga territori të huajve, dhe ky projekt ligj vjen si një element i rëndësishëm në kontekstin kombëtar për të ndikuar më tej në hapjen e rrugëve të migracionit të rregullt për punësim, si dhe në drejtim të menaxhimit të hyrjeve të huajve në kontekstin e turizmit në rritje. Lufta kundër migracionit të parregullt mbetet një nga kërkesat prioritare në kuadër të procesit të aderimit në Bashkimin Evropian dhe për këtë qëllim, projekt ligji integron dispozita të përmirësuara që kanë të bëjnë me politikën e kthimeve, ripranimeve, veçanërisht të lidhura me urdhrin e largimit dhe urdhrin e dëbimit. Me ndryshimet e propozuara, projekt ligji pritet të sjellë përmirësimin e politikave migratore të shtetit shqiptar, duke lehtësuar shërbimet e migracionit të rregullt nëpërmjet digitalizimit të plotë të proceseve migratore, veçanërisht lidhur me aplikimin e të huajve për vizë, leje qëndrimi dhe leje unike. Projekt ligji sjell dispozita të përmirësuara në drejtim të detyrimeve të dala nga procesi i integrimit evropian, në përputhje me rekomandimet e progres raportit të Bashkimit Evropian, si dhe synon të adresojë mangësitë e dala nga procesi screening. Ndërkohë përcaktohen qartë autoritetet përgjegjëse për të huajt, duke përfshirë autoritetet e ngarkuara me lehtësimin e integrimit të tyre, qartësimin e të drejtave të huajve, autoriteti shtetëror qendror përgjegjës për përcaktimin e statusit të pashtetësisë, tashmë DDI struktura që mbulon çështjet e shtetësisë, azilit dhe të huajve në Ministrinë e Brendshme. Po kështu theksohen disa parashikime të rëndësishme mbi të drejtën e shtetasve të vendeve të Bashkimit Evropian, të anëtarëve të familjeve të tyre për të lëvizur dhe banuar lirisht brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe përmirësimi dhe lehtësimi i kritereve për akses në tregun e punës. Do të njemi tani edhe me disa nga zhvillimet që kanë bëjnë me vendosjen e tarifave nga shtëpia e bardhë ndaj vendeve të cilësuara si aleatët kryesor tregtar, por tarifa do të aplikohen thuajse për çdo vend anë botës. Dhe fillimisht do të nisim me njoftimin e bërë nga presidenti amerikan, ku Kina së bashku me Bashkimin Evropian do të përballen me tarifat më të larta të njoftuara nga presidenti. Presidenti amerikan Donald Trump vendosi një tarif bazë për 10% për të gjitha importet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tarifa më të larta për 10 vende të tjera, duke përfshirë disa nga partnerët më të mëdhenj tregtar. Detyrimet gjithëpërfshirëse pritën të ngrenë barriera të reja rreth ekonomisë më të madhe të konsumit në botë, duke përmbysur dekada të liberalizimit të tregtisë që kanë formësuar rendin global. Partnerët tregtar do të përgjigjen me kundërmasat e tyre që mund të çojnë në çmime ndjeshëm më të larta për çdo produkt. Kontratat e së ardhmes së aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rëndjeshëm pas njoftimit, pas javësh të paqëndrueshme tregtimi, ndërsa investitorët spekuluan se si tarifat e ardhshme mund të ndikojnë në ekonominë globale, inflacionin dhe fitimet e korporatave. Aksionet amerikane kanë fshirë vlerën e afro 5 trilion dollarëve që nga shkurti. Importet kineze do të goditen me një tarif 34% përveç 20% që ai vendosi më parë, duke e çuar taksën e re totale në 54%. Aleatët e ngushtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk u kursyen përfshirë Bashkimin Evropian, i cili përballet me një tarif për 20% dhe Japonin me një normë për 24%. Tarifat reciproke, tha Trump, ishin një përgjigje ndaj detyrimeve dhe barierave të tjera jo tarifore të vendosura ndaj madrave amerikane. Ai argumentoi se taksat e reja do të rrisin vendet e punës në sektorin e prodhimit amerikan. Kanadaja dhe Meksika, dy partnerët më të mëdhenj tregtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tashmë përballen me tarifa 25% për shumë mallra dhe nuk do të përballen me taksa shtesë nga njoftimi i fundit. Ndërkohë mallrat e një grupi vendesh me tregti më të vogël me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshirë Shqipërinë, tarifohen me 10%.
Breshëria e ndëshkimeve të Trump ka tronditur tregjet financiare dhe bizneset që janë mbështetur në marrëveshje tregtare që kanë qëndruar në fuqi që nga mesi i shekullit të kaluar. Më herët gjatë ditës administrata Trump tha se një grup i veçantë tarifash për importet e automjeteve që presidenti njoftoi javën e kaluar do të hyjë në fuqi duke filluar nga e njëjtja. Presidenti amerikan më parë vendosi taksa 25% për çelikun dhe aluminin, duke përfshirë nën produktet e këtyre metaleve me vlerë gati $150 miliard. Shqetësimet për tarifat kanë ngadalësuar aktivitetin e prodhimit në të gjithë globin, duke nxitur gjithashtu shitjet e makinave dhe produkteve të tjera të importuara, pasi konsumatorët nxitojnë të bëjnë blerje përpara se çmimet të rriten. Në total, marrëdhënie tregtare midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gjatë vitit 2024 llogariteshin në rreth 28 miliard lekë, duke shënuar njëkohësisht edhe një rekord historik. Por Shqipëria, mbas edhe për këtë arsye, u përball me tarifa prej 10%, është e dizavantazhuar krahasuar me Shtetet e Bashkuara sepse eksporton rreth 7 miliard lekë mallra, ndërsa importon rreth 21 miliard lekë mallra nga Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë që presidenti Donald Trump ka vendosur tarifa të reja doganore për importet nga Ballkani Perëndimor, Scanintel është ndalur kryesisht tek eksportet e Shqipërisë me SBA-n, për të parë se si ka qenë curia dhe deri në cilën mas mund të prekemi. Nëse analizojmë partnerët kryesorë të eksportit për vitin 2024 si një të plotë, shohim se SBA-ja është në top 10 partnerët kryesorë. 3 vitet e fundit regjistrojnë vlerën më të lartë të eksporteve me këtë vend, ku vetëm për vitin që lan pas, vlera e eksporteve regjistrohet në rreth 7.1 miliard lekë. Ndërkohë rekordi i eksporteve është regjistruar në vitin 2022 me rreth 13.5 miliard lekë. Në total, marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve për vitin 2024 vlerësohen afërsisht 28 miliard lekë. Shifra e vitit kaluar flasin për rekord të shkëmbimeve tregtare, pra eksporte plus importe, nëse marrim në analizë të dhënat që nga viti 2005, kur shkëmbimet vlerësoheshin në rreth 4.41 miliard lekë. Nga ana tjetër, nëse marrim në konsideratë ecurinë mujore për vitin aktual, pra vitin 2025, të dhënat nga Istat flasin për eksporte në vlerën e 653 milion lekëve për gjatë 2 muajve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Krahasuar me të njëjtin 2 mujor të vitit 2024, shifra vlerësohet me rënje, por vlera e eksporteve të shkurtit për vitin 2025 është ndjeshëm më e lartë se eksportet e janarit po për të njëjtin vit. Por çfarë eksportojmë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Nëse marrim në analizë vitin 2024, shohim se peshën më të madhe prej 42% ka giza dhe çeliku. Vlera e eksporteve për këtë kapitull për gjatë këtij viti vlerësohet në rreth 2.9 miliard lekë. Grupi i dytë me vlerën më të lartë janë farat vajore dhe bimët medicinale, pasuar nga alumini, mobilerit, produktet bulmetore dhe peshku e plastika. Pra, nëse tarifat rrisin kostot për importuesit amerikan, eksportet shqiptare, veçanërisht ato të gizës, çelikut, farave vajore dhe aluminit mund të pësojnë rënje. Tarifat mund t'i bëjnë produktet shqiptare më pak konkurruese në tregun amerikan, duke favorizuar furnizues nga vende që nuk janë të prekura nga këto tarifa. Ndërkohë nga ana tjetër, bizneset shqiptare që varen nga tregu amerikan mund të përballen me vështirësi. Ndërkohë, vendosja e tarifave nga Shtetet e Bashkuara ndaj eksporteve të mallrave shqiptare pritet të ketë ndikim të ulët tek bizneset, por edhe tek ekonomia e vendit në tërësi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur tarife 10% për mallrat shqiptare që eksportohen, por si do të ndikojnë këto tarifa tek bizneset shqiptare dhe në ekonominë vendase në tërësi. Në një intervistë për Scan TV, eksperti ekonomist dhe drejtori ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Zef Preçi, sqaron se nisur nga volumi total i eksporteve, efekti do të jetë minimal. Kuptohet që e ka një lloj ndikimi, por që në volumin e përgjithshëm të eksportit shqiptar, është në fund fare flasim për nivel makro, në volumin e përgjithshëm të eksportit shqiptar, mendoj që është e papërfillshme. Eksportuesi shqiptar duhet të ndjekin ato politika që ndjek BE dhe themelore është që të kenë mallra konkurruese nga pikpamja e cilësisë, kostos dhe çmimit, dhe kjo është mekanizmi. Pastaj gjithmonë për sa kohë që ka një kërkesë konsumatore, kudo që të jetë ajo, kjo do të riorientohet, do ta gjej veten. Ndonë se edhe në këto kushte nuk shoh arsye që të hiqet dorë nëse ato kanale të qarkullimit të shkëmbimeve janë të konsoliduara. Por nga ana tjetër, a do të ketë avantazh Shqipëria në raport me vendet e rajonit, duke qenë se tarifat e vendosura janë më të ulta? Është vështirë të bësh një paralelizëm. Ajo çka është vënë re në kohën që Bashkimi Evropian
vendosi sanksione ndaj madrave ruse, bizneset përdornin emërtimet e vendeve të tjera që nuk ishin subjekt i sanksioneve dhe ka përcenin barrierë. Nuk dua të arsyetoj që kompanitë serbe do shfrytëzojnë lehtësirat që ka tregu ynë, por gjithsesi këto mekanizma janë të njohura në tregti. Shqipëria eksporton mallra të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku peshën më të rëndësishme në vlerë zë giza dhe çeliku, si dhe bimët mjekësore e industriale. Do të vjojmë diskutojmë në lidhje me tarifat e njoftuara dy ditë më parë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të paktën ditën e dieshme dhe ditën e sotme kanë shkaktuar kaos në tregje, por kanë marrë njëkohësisht kundërpërgjigje nga liderët e vendeve të tjera që janë përballur me tarifa. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Ilir Hajdini, profesor i asociuar në Universitetin e Vienës. Zoti Hajdini, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë, për ta nisur bisedën në këndvështrimin tuaj, jemi duke u përballur ose në fillim të një lufte tregtare mes ekonomive më të mëdha të botës, sidomos atyre që deri më tani kanë qenë aleatët kryesor tregtar, partnerët kryesor. Po, si duket kjo ka qenë deri diku e pritshme, mirë po për shumë kënd nuk ka qenë e pritshme se Trumpi do të ngrejë tarifa edhe për vendet për zonë të Bashkimit Evropian në nivelin që vendosi të ngrit. Do të thotë Bashkimi Evropian tani do të duhet paguaj dikon rreth apo kompanitë e Bashkimit Evropian që të eksportojnë Shtetet e Bashkuara do duhet paguajnë dikon afro 40% tatime dhe kjo do të ndikojë dukshëm në rritjen e kostove të prodhimit produkteve dhe ofrimit shërbimeve që evropianët dëshirojnë të eksportojnë në SBA. Po ashtu do të me u kthy te pyetja juaj, do të thotë si duket, do të futemi në një komplet erë të re të dinamizmit të tregtisë globale, e cila do të si duket të shtyjë vendet të ndryshme të botës që t'i kthehen proteksionizmit, gjë që do të thotë është kundër filozofive neoliberaliste të ekonomisë që kryesisht studentët janë mësuar që të ndëgjojnë e studiojnë të paktën në shekullin e fundit. Dhe kush fiton nga tarifat, sepse me logjik thjesht nëse shtëpia e bardhë në rastin konkret, qeveria amerikane aplikon tarifa ndaj produkteve që importohen në Shtetet e Bashkuara, do t'jenë konsumatorët amerikanë që do të paguajnë një çmim më të lartë për atë produkt, sepse nuk e paguan kompania. Pra kush ka fitues në një luftë tregtare? Sporin është mirë me thënë që ekonomia e lirë, Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të zhvilluara u ka konvenua aq shumë në 2 shekujt e fundit, saqë do të është shumë vështirë që tash të pranojnë këtë çështje të re. Se kush do të fitoj, do të thotë është vështirë sepse sporit duhet ta dimë që nëse shikojmë zhvillimin apo të ardhmen në faza afat shkurtra, pëzom 1 deri në 2 vite të ardhshme, normal që konsumatorët amerikanë do të jenë humsit më të mëdhej nga kjo qasje, mirë po në politikë do të duhet që të ketë qasje afat gjata. Dhe me këtë, Trumpi po dëshiron që të sjellë industrializimin e ekonomisë amerikane, me fjalë tjera që të sjellë prodhimin mrena në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht, do të thotë, nëse shikojmë nga konveshtrimi afatgjat, me qenë se shumë kompani do duhet të zhvendosen që të prodhojnë në Shtetet e Bashkuara, kjo mund të rikthej një këndjellje të ekonomisë amerikane në konveshtrimin e prodhimit, do të thotë, sepse ekonomia amerikane, edhe pse është konsumatorja më e madhe në botë si ekonomi, do të thotë shumë prej këtij konsumi shkon në kuadër të shërbimeve. Dhe do të thotë kjo rrit deficitin tregtar dhe po ashtu borxhin publik amerikan, dhe me këtë çështje Shtetet e Bashkuara po synojnë që të zvoglojnë borxhin publik,
edhe në qoftë se rrisin kostën për konsumatorët, ta kompenzojnë atë për shembull me ulje të tatimit, gjë që do të t'i shtyjnë, do të rrisin incentive në këtë mënyrë për kompanitë e huaja që të rikthehen, edhe për kompanitë amerikane që të rikthehen në SBA, dhe do të mund t'i zhvillojmë apo ta zhvillojmë debatin nga dy këndveshtrime. Edhe do të jetë e rrezikshme për arsye se tregjet financiare veç kanë filluar që të reagojnë në mënyrë negative, do të dikon prej 4 deri në 6% kemi pas në Dow Jones, në New York Stock Exchange, edhe në Nasdaq. Do të thonë kemi pas zbritje të vlerës së aksioneve të kompanive që janë të listuar atje, dhe si rezultat i kësaj do të gjithë ata që kanë investuar në aksione kanë humbur vlerën e tyre të investimeve, dhe kjo mund të vazhdojë të rritet kjo humbje, po ashtu edhe dollari amerikan do të mund të vazhdojë të bie në raport me pezon valuta tjera, në qoftë se normal, në qoftë se pezon në anën e kundërt kemi zhvillim të negociatave drejt arritjes së paqes pezon në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Ajo do të sillte për shembull mbi vlerësimin e euros dhe rrëmjen e më të tjeshme të valutës së dollarit, e cila po ashtu do të ndikonte në rikthimin apo do të poziciononte kompanitë që prodhojnë në SBA në një pozicion më të favorshëm që të eksportojnë, sepse eksportet pastaj amerikane do të jenë më të lira për të shkuar drejt vendeve tjera. Mirë po, siç e theka edhe më herët, proteksionizmi do të vështirësojë edhe eksportin e produkteve amerikane në vende tjera, sepse secili shtet do të bëjë një të njëjtë me tarifa. Mirë po, përparësia e Shteteve të Bashkuara është se kanë një treg shumë të madh, me një konsum thuajse më të madh në botë, pezon kompanitë gjermane të automobilizmit, më shumë të shesin automjetën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu edhe për Kinën, për shembull, Shtetet e Bashkuara janë tregu më i madh në botë, dhe si rezultat i kësaj qasje do të thotë vendet si Kina dhe Bashkimi Evropian do të jenë humbëset më të mëdha. Edhe një herë, për mbylli, do të thotë për rrumbulla kësaj, nuk do të thotë që domosdoshmërisht konsumatorët amerikanë do të humbin në qoftë se ata kompenzohen me ulje të tatimit në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, zotja Dini, prania ose rikthimi i kompanive qoftë amerikane në Shtetet e Bashkuara apo qoftë huaja që të investojnë në SBA do doj patjetër kohë, pavarësisht se vetë Donald Trump ka premtuar $7 trilion investime pikërisht për shkak tarifave që ai ka njoftuar. Investime të kësaj natyre do duam patjetër më shumë kohë se sa Donald Trump është në zyrë, dhe një president tjetër i radhës mund të anullojë tarifat dhe gjithçka zhbohet në këtë përpjekje. Mos është çështje pikërisht borxhi, sepse në vlerë absolute borxhi amerikan ka shkuar në rreth $33 trilion, nga rreth $27 trilion që është prodhimi brendshëm bruto në SBA, të paktën për gjatë 2024-s. Shumë vende, dhe të pika që i cekët janë shumë vend. Mirë po, në qoftë se shikojmë për shembull çështjen e Trumpit, pastaj edhe të Bidenit, edhe tash Trumpit 2, do të shikojmë që 3 administrata janë duke njekur vinë njëjtë. Për shembull, me Trumpin 2, tatimi, taksat apo tarifat, më mirë nështë të quajmë tarifa, arrin afro 70% për produktet kineze. Shumë kompani amerikane prodhojnë produktet e tyre në Kinë dhe pastaj e shesin gjithandej nëpër botë edhe mbrapa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi është që të shtyjë edhe kompanitë amerikane që të rivendosen në Shtetet e Bashkuara. Mirë po çka, për shembull, më ka befasuar më tepërmi, është që unë kam pritë që Trumpi do të ketë një qasje shumë specifike ndaj Kinës, dhe po e zonë ndoshta edhe Indisë apo disa vendeve në Azi. Mirë po kam pritë që me Bashkimin Evropian do ta ketë një qasje tjetër. Si duket kjo administrat ka vendosur që në mënyrë uniforme të vendosë tarifa, edhe pse ato dallojnë ndaj vendeve të ndryshme, mirë po vendosja globale e tarifave
në afat gjatë nuk besoj që do të shërbej interesave amerikane, edhe pse këtë besoj që Trumpi e di dhe me kalimin e kohës besoj që ai do të rinegociojë marrëveshjet tregtare ndoshta jo multilateralisht, po unilateralisht me secilin vend specifik Bashkimit Evropian, për arsye se si ekonomi Shtetet e Bashkuara janë më të fuqishme dhe në këtë mënyrë janë në pozicion më të mirë dhe kështu që nuk do të mbesin të paktën menoj me Bashkimin Evropian tarifat aktuale që i kemi. Është shumë e saktë ajo që e the, se për shumë kompani multinacionale është vështirë, domethënë, të zhvendosen pezon nga një fuqi aq e madhe sa është Kina me një uri aq të madhe sa ka populli i saj, që të vendosen me një shtet tjetër ku ndoshta aftësitë për prodhim thuajse veç kanë humbur për gjatë kohës, duke pas parasysh rrezikun që mas Trumpit të vi dikush tjetër dhe ta kthej krejt komplet, të hiq tarifat dhe ta rikthej qasjen ndaj liberale ndaj tregtisë lirë. Do të thotë kjo do të ishte shumë e rrezikshme, mirë po të pas parasysh, do të thotë në dy administratat e fundit dhe të tanishmën, do të thotë mendoj që edhe për disa një apo dy administrata të ardhshme kjo qasje do të mbahet, përderisa ata të vlerësojnë se a është duke i sjellur përparësi apo të mira ekonomisë amerikane apo jo. Ndërkohë të rikthehemi Shtetet e Bashkuara vetëm se do të thotë e kanë vërejtur që në 2 dekadat e fundit kanë qenë duke humbur ekonomikisht, edhe pse me një ngritje prej 2-3% mesatarisht, por që duke krahasuar atë me për shembull ritmet e zhvillimit ekonomik kinez, kanë qenë në një humbje të ngadalshme në raport me konkurrentin e saj kryesor ekonomik. Dhe nëse amerikanët nuk do të ndërmerrnin asgjë, do të thotë humbja do të ishte e sigurt. Kështu që një qasje tjetër ndoshta është e përshtatshme në kohën në të cilën jemi duke folur, mirë po mënyra se si do ta realizojnë atë do t'i determinojë edhe rezultatet. Ndërkohë të rikthehemi në rajon Zoti Ajdini, Kosova dhe Shqipëria përballen me tarifat minimale, me ato dysheme 10% për shkak se kanë një deficit tregtar me Shtetet e Bashkuara, më shumë blejnë produkte në Amerikë sesa shesin aty. Vendet e tjera, Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Republika e Maqedonisë Veriut, kanë tarifa që variojnë nga 33 deri në 37%. Mund të jemi, ta shohim me pak pozitivitet, mund të jemi ne, Shqipëria dhe Kosova, pra më konkurrues në këtë aspekt? Po, unë mendoj që po, do të thotë shqiptarët në Evropë, bashkarisht me britanezët, do të thotë janë më të favorizuar nga të gjitha shtetet e tjera. Dhe nëse arrijmë na që ta shfrytëzojmë këtë si duhet, neve mund të na shërbej që të tërheqëm një sasi të investitorëve tuaj, të cilët kanë për qëllim tregjet amerikane. Edhe pse distancat gjeografike mes Kosovës dhe Shqipërisë është shumë e madhe, do të thotë kompanitë të cilat po ashtu dëshirojnë që të kenë tatim të ulët, siç e ka Kosova për 10% edhe për pa marrë parasysh do të në çfarë industrish apo çfarë kompanish me çfarë origjine funksionojnë këtu, ato mund të njëkohësisht të eksportojnë edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara do të thotë me kushte preferenciale. Do të thotë kjo mendoj që duhet na shërbej neve që të organizohemi, që nështë edhe të vendosëm edhe një hap tutje, që të largojmë tatimet që i kemi pasur, që me të vërtet nuk është se e kuptojmë sepse, do të largojmë tatimet dhe të bëjmë një marrëveshje pa tarifa me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që do të thotë kjo të shërbej si incentiv shumë e fuqishme, o fjala edhe për Shqipërinë edhe për Kosovën, që të sjellim investitorë që kanë për synim një treg aq të madh siç janë Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, në anën tjetër, për të sjellën vëmendje shembullin e Meksikës, kur Kina u përball me tarifa në mandatin e parë të Donald Trump. Për shkak të tarifave, zgjidhja ishte magazinimi i produkteve në Meksik dhe pastaj dërgimi i tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i realizueshëm mund të jetë një skenar i tillë për kompanitë greke, për kompanitë italiane, serbe, maqedonase, që të përdorin të njëjtën metodë? Mund përdoret kjo, do të thotë normal që Meksika mund ta shfrytëzojë këtë situatë,
ata kanë arritur një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të kaluarën, mirë po nëse administrata amerikane vëren që kompanitë pëzom nga prodhues të ndryshëm shkojnë vendosen në Meksik dhe tentojnë që ta ndrojnë pëzom origjinën e mollit apo të përbërjes së produkteve, duke synuar që ta rieksportojnë atë në Shtetet e Bashkuara. Atëherë besoj që administrata Trump do të rinegociojë marrëveshjet me Meksikën. Po ashtu edhe nëse këto kompani zhvendosen në Meksik, në vend që të zhvendosen në Shtetet e Bashkuara, prapë do të thotë nuk kanë siguri që Trumpi nuk do të ndërmerrë një veprim që të rinegociojë marrëveshjen me Meksikën. Do të thotë nuk është shumë hap i sigurt. Është diçka që do të ndodhë. E kisha fjalën zotja Edini, a mundet që edhe Shqipëria me Kosovën të luajnë të njëjtin rol si Meksika për Kinën? Pra mund bëhemi edhe ne për shkak të 10%-shit, të bëhemi vend tranziti për produktet italiane, për produktet greke, serbe, maqedonase? Na do të mund ta bënim, ta arrinim atë nëse për shembull ne do të ishim shumë proaktiv që të fillonim të thithnim fuqi punëtore, të absorbonim fuqi punëtore nga vendet të Azisë apo vende tjera. Kosova për shembull aktualisht e ka një popullsi me një ritëm të frikshëm të plakjes, do të thotë ishim me një popullsi më të re në Evropë dhe kemi eksportuar njerëz aq shumë sa që tani e kemi një popullsi me një moshë mesatare dikun tek rreth 36 vjet. Po ashtu edhe pak më e vjetër është popullsia e Shqipërisë, me sa jam informuar, dhe e kemi një popullsi shumë të vogël në numër. Po ashtu edhe distancat gjeografike nga Shtetet e Bashkuara me një pasiguri politike, nuk besoj që do të jetë diçka që do të tërheq edhe aq shumë investitorë të huaj. Për shembull, mund vinë këto në qoftë se po e zonë në fushat e IT-s, call centrave, shërbimeve tilla, të cilat mund të shërbejnë pa pasur nevojë do të që të kalojnë oqeane, mirë po në fushën e prodhimit do të thotë nuk është se ju ofron shumë favore ambienti jonë, sepse neve nuk jemi duke ndërmarrë asgjë që ta kompenzojmë humbjen e fuqisë punëtore nga vendet tona. Me duhet do të thotë që të jem pak më korrekt, Shqipëria me sa e di është pak më përpara, ndërsa me sa kam informacione, po e zonë ekzistojnë me qindra mijëra aplikacione vetëm në Bangladesh, në ambasadët e Kosovës për qytetarët Bangladeshit, cilë dëshirojnë që të vinë të punojnë ndoshta përkohësisht në Kosovë, me synimin që të shkojnë Bashkimin Evropian, mirë po pa marrë parasysh kësaj dytes, neve na duhet të shikojmë interesat tona ekonomike dhe të gjejmë mekanizme që t'i mbajmë ata punëtorë dhe t'i selektojmë e t'i pranojmë aplikacionet e tyre dhe t'i sjellim në ekonomitë tona në mënyrë që ekonomitë tona të bëhen më atraktive për investitorët e huaj. Aktualisht neve nuk kemi fuqi punëtore as për kompanitë vendore, e lere më që të tërheqim investitor nga Italia. Nuk dua ta shoh situatën me një këndvështrim pesimist, sepse siç e thash, janë disa industri në cilat neve do të përfitojmë, mirë po që të përfitojmë shumë më tepër, neve duhet jemi shumë më proaktiv që të absorbojmë fuqi punëtore nga vendet e huaja. Zoti Edini, i njëjti problem është si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, po importojmë punonjës, pra nuk kemi fuqi punëtore në vendet tona, jo më të mendojmë për tjera zhvillime. Ju? Njëna prej qasjeve do të ishte për shembull që ta rikthejmë diasporën. Do të neve nuk kemi asnjë aktivitet përpos kur partitë tona politike dëshirojnë që të mbledhin vota nga diaspora, shkojnë atje, organizohen në tubime, pastaj me transport e kështu me radhë derisa t'i marrin votat e tyre, dhe pas kësaj do të totalisht. Jo vetëm që harrojnë për diasporën, por dëshirojnë që t'ja ulin shifrat e papunësisë duke u amundsuar atyre që të largohen nga ekonomitë tona, në mënyrë që pastaj të dalin dhe të promovojnë çështjet e tyre ekonomike, duke, domethënë, paraqitur shifra artificiale të papunësisë që kinsa ata i kanë ulur me politikat e tyre. Do të thotë neve kemi një çështje shumë improvizuese, jo substanciale dhe jo me këndvështrim afatgjat për zhvillimin e këtyre dy vendeve. Zoti Edini, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbarë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit. Ne me njërë pas siglës do ta vijojmë bisedën në studio.
Dhe tashmë me ne në studio është bashkuar Gjorgjina Deda, drejtuese e Scanintel. Gjorgjina, mirë se erdhe. Lidion, mirë se u gjej. Mund të nisim bisedën me pse ne dhe Kosova 10%, 3 vendet e tjera, ne Kosova dhe Mali zi 10%, ndërsa Serbia, Bosnia Hercegovina, Maqedonia e Veriut nga 33 deri në 37%. Po, Lidion, ndërkohë që flasim për këtu, do doja që të shfaqej grafiku i parë që unë kam sjellë për ditën e sotme për të parë pra se si është vlera e tarifave për secilin vend dhe sigurisht për të dhënë përgjigje kësaj pyetje duhet marrim konsiderat shkëmbime tregtare dhe marrëdhënie tregtare që vendet e rajonit kanë patur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra janë marrëdhënie tregtare që kanë vendosur. Janë marrëdhënie tregtare për tarifat. Po, tarifat janë vendosur për tabelën, grafikun e parë për të parë. Tarifat janë vendosur për të rritur prodhimin amerikan sipas presidentit dhe gjithashtu për të ulur dhe varësinë ndaj importeve. Dhe presidenti ka thënë në shprehur që tarifat do të jenë më të larta për vendet që edhe deficiti tregtar pra është më i lartë. Dhe nëse marrim në analizë për vendet e rajonit, Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë Hercegovinën, që kanë edhe vlerat më të larta, pra në 37, 35 dhe 33% për Maqedoninë e Veriut, shohim që me këto vende, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një deficit tregtar. Kur përkatësisht Lidion për vitin 2024, sa i përket edhe grafikun Gjorgjina, sa i përket Bureau-së regjistrimit, pra United States Census Bureau, që është dhe sajti kur unë kam marrë të dhënat sa i përket shkëmbimeve tregtare për rajonin dhe Amerikën, thuhet se Shqipëria pra ka një suficit tregtar për $144 milion. Pra Amerika pra ka një suficit tregtar me Shqipërinë, ndërkohë ne kemi deficit tregtar pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Blejmë më shumë aty se sa shesim. Po, blejmë më shumë se sa shesim. Dhe njëjta gjë, njëjti fenomen ndodh edhe për Kosovën, që regjistron një deficit tregtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej $15 milion. Nga ana tjetër kemi Malin e Zi, po me një suficit tregtar, pra Amerika ka një suficit tregtar Malin e Zi prej $12.3 milion. Pra janë këto tre vendet, pra Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi, që kanë edhe tarifën, pra siç e përmendëm dhe më herët, tarifën prej 10%. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse do flasim për Maqedoninë e Veriut, për Bosnjë Hercegovinën dhe për Serbinë, që kishin dhe tarifat më të shtrejta, kjo është në varësi pra të bilancit tregtar që ka Amerika me këto vende. Dhe përkatësisht të dhënat për vitin 2024, po këto janë pra masa e tarifave të SBA, siç e theksuam, dhe për këto vende përkatësisht të dhënat sa i përket vitit 2024, sipas referencës që unë përmenda më herët janë me Bosnjë Hercegovinën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një deficit tregtar për $126 milion. Ndërkohë nga ana tjetër me Maqedoninë e Veriut bilanci është në $113 milion në favor të Maqedonisë së Veriut dhe sa i përket Serbisë $605 milion bilanc tregtar në favor të Serbisë. Pra duhet analizojmë marrëdhënien tregtare për të arritur në konkluzionin se pse kemi pra këto tarifa, siç e tham, për Maqedoninë e Veriut në 33%, për Bosnjë Hercegovinën në 35% dhe për Serbinë në 37%. Edhe po të shohim pra bilancin tregtar, shohim që përputhet pra Serbia, Gjorgjina, ka përshtypjen një ndër tarifat më të larta, thuajse në të njëjtin nivel me Kinën. Me Kinën, po. Ka tarifat më të larta dhe kjo për shkak të marrëdhënieve tregtare, pra që justifikojnë në këtë rast. Ndërkohë nëse flasim për marrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë intensifikuar ndjeshëm vitet e fundit, qoftë analizojmë pra se nga çfarë përbohet gjithë shkëmbimet tregtare, qoftë si referohemi grafikut të dytë dhe shohim shkëmbimet tregtare në total kanë arritur një rekord të padiskutueshëm, pra viti 2022, 2023 dhe 2024 shohim që shkëmbimet tregtare kanë arritur rekord në këto 3 vite. Ku me një diferencë të vogël shohim që viti 2024 pra mban edhe rekordin sa i përket këtij treguesi. Ajo është tregtia totale, Gjorgji, në €270 milion. Nëse ne marrim eksporte plus importe së bashku. Por nëse do shohim pra se cili ka qenë nxitsi kryesor në këtë rekord, sepse po të referohemi grafikut të radhës ku do të flasim vetëm për eksportet, shohim që eksportet në fakt kanë regjistruar vlerën më të lartë në të 3 vitet e fundit, por në vitin 2024 eksportet paraqiten në rënje krahasuar me vitin 2023. Kështu që duket sikur janë importet ato që kanë mbajtur pra peshën kryesore për të arritur në shkëmbime tregtare rekord për vitin 2024. Mbase ka të bëjë edhe me periudhën e zhvlerësimit të euros. Përjedhoi euro ka marrë me vete edhe të gjitha monedat e tjera. Është vërtet Lidion, mund të jetë një arsye që mund ta shpjegoj pra faktin. Ja, nëse referohemi grafikut shohim që viti 2022 ka patur të vlerën më të lartë të eksporteve me 13.5 miliard lekë. Ndërkohë
ka ardhur në rënje që mund shpjegohet pra me faktin e dobësimit të monedhës së Bashkët Evropiane. Por gjithsesi kjo shpjegon që është rritur varësia, duke qenë se importet pra kanë qenë bastuni kryesor le të themi i këtij treguesi për të arritur shkëmbimet tregtare për vitin 2024 në rekord. Shohim që është rritur dhe varësia e Shqipërisë pra nga importet drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çka dua të theksoj është fakti që nëse analizojmë të dhënat në total për vitin 2024, shohim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në top 10 partnerët kryesor, me një peshë prej 1.9%, megjithatë shohim që edhe sipas muajve Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë aty në 10 partnerët kryesor. Prandaj, rrjedhimisht mund themi që çfarëdo lloj tarife apo masa që mund vendoset, sigurisht që mund ndikojë këto marrëdhënie, të cilat unë theksova dhe më herët janë intensifikuar vitet e fundit. Georgina, për sa i përket produkteve, ke statistika çfarë blejmë dhe çfarë shesim në Amerikë? Po Lidion, me rëndësi është të themi, të përmendim dhe këto e tregon dhe grafiku i radhës se çfarë ne çojmë, eksportojmë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke marrë në konsiderat që edhe taksat pra do të jenë mbi këto produkte. Kryesisht gizat e çeliku përmban edhe peshën më të madhe dhe është diskutuar edhe shpesh edhe me ekspertë se si mund ndikojë kjo edhe në tregun pra në fushën e ndërtimit, sektorin e ndërtimit në Shqipëri, pra këto tarifa. Gizat e çeliku Lidion për 2024 kanë një peshë totale të eksporteve prej 41.9%. Pra afër gjysmës le themi, kanë dhe peshën kryesore. Ndërkohë farat vajrore dhe bimët medicinale kanë një peshë prej 23.4% që konsiderueshëm edhe kjo është një peshë e lartë, që së bashku këto dy grupe pra bëjnë më shumë se gjysmën e peshës që Shqipëria pra shet të produkteve që Shqipëria shet pra dërgon në Amerikë. Ndërkohë nga ana tjetër një peshë të konsiderueshme kanë edhe alumini dhe përbërësit e tij, artikujt e tij, një peshë prej 6.8%, vajrat thelbësore dhe rëshirat, produktet kozmetike futen gjithashtu në këtë grup ka një peshë prej 5.6%, kemi më pas mobilerit me 4.3% dhe grupet e tjera me një peshë të vogël specifike që unë kam zgjedhur të klasifikoj si të tjera. Por kryesisht pra kjo është gati 80% le të themi të eksporteve shqiptare përbëhen nga këto 5 grupe që pra alumini, Georgina, nuk e dim në çfarë forme eksportohet në Shtetet e Bashkuara, por përballet me një tjetër tarif 25%, alumini dhe çeliku, tarif universale nga çdo vend që importohet përballet me këtë. Po, e kemi analizuar dhe më herët dhe kemi analizuar edhe çfarë ndikim mund të ketë në tregjen ndërkombëtare tarifa ndaj Kinës kryesisht. Por pak a shumë pra këto eksportojmë. Sa avantazh mund të ketë Shqipëria krahasuar me rajonin me këtë produkte? 10% ne, 10% Kosova, 33 deri në 37% tre vendet e tjera. Po Lidion. Janë disa, nëse bëjmë një analizë, mund të jenë disa mënyra se si Shqipëria mund dalë fituar në teori themi gjithmonë, sepse është vlen do ta tregoj kohë. Po, vlen për të parë do ta tregoj koha se çfarë mund ndodh. Tani qofse flasim për investimet nga Serbia, Kosova apo Maqedonia e Veriut, ato mund të vendosen edhe në rastin ju e përmendët dhe në bisedën më herët, mund të vendosen një sitë prodhimi në Shqipëri për t'i kaluar pra në mes vendeve të tjera. Mund të bëhet Shqipëria kështu një urë lidhëse, siç ishte rasti i Kinës, e cila përdori Meksikën me tarifat po për 25% dhe zgjodhi një rrugë tjetër. Pra mund të bëhet Shqipëria dhe në këtë moment Shqipëria ndërkohë nga ana tjetër mund të ketë avantazh sepse atë avantazhin e fuqisë zbut le të themi roli i Shqipërisë në sytë e vendeve të tjera. Ndërkohë nga ana tjetër mund të gjen përveç rrugës së kalimit mund të bëhet konkurruese me të njëjtat produkte që eksportojnë jo vetëm Shqipëria, por edhe vendet e rajonit, duke patur taksën prej 10%, ndërkohë që vendet e rajonit kanë një taksë më të lartë, mund të bëhet më konkurruese me të njëjtat produkte. Dhe i shesim më lirë. Dhe i shesim më lirë dhe kjo pra mund të ishte një formë se si Shqipëria është më avantazhuar dhe mund ta ketë pra mund ta përdor për të arritur qëllimet mira në ekonominë shqiptare dhe për të patur një rritje, pse jo. Ndërkohë nga ana tjetër, çfarë mund të ndodh? Mund të Kosova, Shqipëria dhe Malizi, ndërkohë nga ana tjetër mund të bëhen edhe blerës pra të produkteve nga këto vende që kanë tarifa të larta, pra siç është Maqedonia e Veriut, Bosnia Hercegovina dhe Serbia. Megjithatë, kjo kërkon kosto shtesë, transporti dhe burokracia të tjera që pak duhet një llogari perfekte për ta parë nëse përfitohet. E vërtet, duhet një llogari perfekte për të parë nëse fitohet apo jo dhe a mund të jetë kjo pra një mundësi edhe a mund të shfrytëzohet nga këto vende. Megjithatë, unë i qëndroj më shumë faktit që në teori mund të bëjmë një urë kalimi apo mund të zgjedhim që për të njëjtat produkte mund të bëjmë konkurruese me tregjet e tjera që kanë tarifën më të lartë. Për ta mbyllur, Georgina, edhe nga komentet që kanë bërë analistët, mediat,
kundër përgjigja do t'jetë nga vendet e tjera dhe jemi në fillimet e një lufte tregtare? Mendoj që jemi në fillimet e një lufte tregtare, mendoj që ka patur vende që janë përgjigjur me të njëjtën monedhë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mendoj që edhe shumë vende të tjera do t'i përgjigjen me të njëjtën monedhë tarifave të vendosura nga Trumpi, sepse ashtu siç do Trumpi që të rrisë prodhimin e tij të brendshëm, të hapi vende të reja pune, të bëhet të ulë atë independencën pra varësinë ndaj eksporteve, kështu duan këtë të njëjtën gjë duan dhe shumë vende të tjera dhe sigurisht që secili do përpiqet të përfitojë. Kur ka luftë tregtare ose të çfarë lloj lufte, secili vend përpiqet të përfitojë pra në kurisë të tjerëve apo të gjejë alternativa të reja pra për të shmangur të gjithë dëmtimet që mund t'i vinë një ekonomie të caktuar. Megjithatë, zgjidhja Georgina është tregtia e lirë sepse sikur se ka treguar shekulli i fundit, tregtia pikërisht. Po, tregtia e lirë gjithmonë është elementi pozitiv që e rrit ekonominë e një vendi. Megjithatë, jemi në këto kushte. Pra, presidenti Trump ka vendosur këto tarifa për 60 vende, tarifat reciproke pra për 10%, ndërkohë ka edhe shtete që janë edhe ndër eksportuesit më të mëdhenj të botës, le të themi Lidion. Pra, kanë një peshë të caktuar në shkëmbime tregtare të globale, kështu që këto tarifa sigurisht që pritet të dëmtojnë në ekonomitë e secilit vend. Georgina, faleminderit që ishte në studio. Faleminderit ju, Lidion. Ndërkohë ne do të qëndrojmë sërish tek e njëjta temë. Do të ndjekim kronikën e cila flet për mënyrën se si goditet diskutuam deri tani në studio, por kronika e përmbledhur tregon se si do taksohen vendet e Ballkanit Perëndimor me tarifat e njoftuara nga Donald Trump, 10% Shqipëria, Kosova dhe Malizi, 33 deri në 37%, 3 vendet e tjera, Serbia, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vendosur tarifa të reja doganore për importet nga 60 vende përfshirë ato të rajonit të Ballkanit, një masë që pritet të ndikojë ndjeshëm në tregtinë ndërkombëtare. Duket se Shqipëria, Kosova dhe Malizi janë më të avantazhuara sa i përket masave të vendosura. Maqedonia e Veriut do të përballet me një tarifë prej 33%, ndërsa Serbia është vendi më i prekur me një normë prej 37%. Bosnjë-Hercegovina do të ketë një tarifë prej 35%, ndërsa Shqipëria, Malizi dhe Kosova do të përballen me një normë të ulët prej 10%. Këto tarifa synojnë të mbrojnë prodhimin vendas amerikan, por pritet të shkaktojnë reagime nga vendet e prekura, duke ndikuar në marrëdhënie tregtare dhe ekonomike mes SBA-s dhe rajonit. Presidenti i Amerikës është shprehur se tarifat më të larta do të vendosen për ato vende të cilat suficiti tregtar është më i lartë. Scanintel ka marrë në analizë marrëdhënie tregtare të vendeve të rajonit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të parë se çfarë thon shifrat. Sa i përket vendit tonë, në vitin 2024 importet u vlerësuan në 20 miliard lekë, ndërsa eksportet në 7 miliard lekë, me një deficit tregtar në gati 13 miliard lekë. Ndërkohë Serbia, e cila është dhe më e prekur, eksportoi në total mallra me vlerë $209.9 milion drejt SBA-s dhe importoi mallra me vlerë në $814.4 milion nga SBA-ja, duke rezultuar në një deficit për $604.5 milion. Produktet kryesore që Serbia eksportoi drejt SBA-s përfshin gomat automjeteve dhe municione eksplozive. Nga ana tjetër edhe Maqedonia e Veriut do të preken ndjeshëm nga tarifat. Marrëdhëniet tregtare ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara gjatë vitit 2024 kanë qenë të qëndrueshme, me një deficit tregtar në disfavor të Maqedonisë së Veriut. Sipas të dhënave në vitin 2024, Maqedonia eksportoi mallra drejt SBA-s me një vlerë totale prej $60.6 milion dhe importoi mallra nga SBA-ja me një vlerë prej $173.7 milion, duke rezultuar në një deficit tregtar prej $113.1 milion. Produkti mi eksportuar nga Kosova drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë vend zhmbathjet, por pesha e tyre është relativisht e ulët, kështu që tarifat nuk do të kenë ndonjë ndikim domethënës. Mallrat me origjinë nga Kosova do të kenë tarifa bazë prej 10% nëse synojnë të hyjnë në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tarifat e vendosura nga presidenti Trump do të hyjnë në fuqi në ditët në vijim dhe siç u lajmërua janë vendosur me qëllim të përmirësimit të ekonomisë së SBA-ve. Vendimi është kritikuar pasi konsumatorët dhe bizneset mund të përballen me rritje të çmimeve. Për shembull, qytetarët amerikanë që më parë kanë bler produktet e eksportuara nga Kosova tani mund të përballen me çmime më të larta. Të dhënat tregojnë se produktet më të eksportuara nga Kosova në SBA janë dyshekët, jorganët, jastëkët dhe fustanet. Vetëm në 3 muajin e parë të këtij viti, Kosova eksportoi veshmbathje, kryesisht fustane në vlerën prej 3.2 milion euro. Tarifat më të larta se sa tarifa bazë prej 10% janë vendosur vendeve me të cilat SBA-ja ka deficit tregtar, pra me vendet nga të cilat SBA-ja më shumë importon se sa eksporton. Në rastin e Kosovës, importi nga SBA-ja ka qenë pothuajse gjithmonë më i madh se sa eksporti në SBA.
Thënë ndryshe, në 10 vitet e fundit, eksporti në SBA ka qenë shumë i vogël në krahasim me vlerën e gjithsej importit. Edhe Kosova ka tarif prej 10% në mallrat importuar nga SBA-ja. Autoritetet e Kosovës e aplikojnë këtë tarif për të gjitha vendet me të cilat nuk kanë marrëveshje të tregtisë së lirë. Ndërkohë tarifat prej 25% automjeteve do ndikojnë më shumë se 460 miliard dolar importe në vit. Masa do të prekin edhe pjesën për bërset makinave, duke përfshirë motorët dhe komponentët elektronik. Tarifat për 25% të presidentit Amerikan Donald Trump për automobilat do të mbulojnë më shumë se 460 miliard dolar importe të automjeteve dhe pjesëve të tyre në vit, sipas një analize të Reuters. Përditësimi i shpalljes së tarifave të automjeteve të Trump përfshinte afro 150 kategori të pjesëve të automjeteve që do të përballen me taksa duke filluar nga 3 maj, një muaj pas aktivizimit të masës 25% për importet e makinave. Lista përfshin kode tarifore për motorët, transmisionet, bateritë litium-ion dhe komponentët e tjerë kryesorë së bashku me pjesët më pak të shtrenjta, duke përfshirë gomat, amortizatorët dhe frenat. Pjesë e listës janë gjithashtu kompjuterit automobileve të mbuluar me kodin tarifor 4 shifror, që përfshin të gjitha produktet kompjuterike, duke përfshirë laptopët dhe kompjuterit desktop. Kategoria kishte importe për 138.5 miliard dollarësh në vitin 2024. Importet totale të automjeteve dhe pjesëve të Shteteve të Bashkuara pa përfshirë këtë kategori ishin 459.6 miliard dollar. Vlera e kompjuterëve të automobilave që janë komponent thelbësor të çdo makine dhe kamioni modern nuk është ende e qartë sepse nuk ka një kod të veçantë tarifor për këtë lloj produkti. Lista e pjesëve u zbulua pak përpara se Trump të shpallte një tarif bazë për 10% për të gjitha importet e Shteteve të Bashkuara, ndërsa shumë vende u ngarkuan me tarifa më të larta reciproke që synojnë të kundërshtojnë barierat tregtare jo tarifore. Zyrtarët e lartë të administratës Trump thanë se makinat dhe pjesët e automjeteve që u ushtrojnë tarifave të seksionit 232 të sigurisë kombëtare nuk do të ngarkohen gjithashtu me detyrimet bazë të veçanta ose reciproke. Me fjalë të tjera, tarifat e automobilëve nuk do të vendosen mbi masat e reja reciproke që fillojnë më 5 prill. Ky ishte edhe informacioni përgatitur për ditën e sotme në Skan Live. U fokusuam, folëm fillimisht për sa i përket plotësimit të deklaratës individuale të të ardhurave vjetore nga individët. Afati i fundit ishte data 1 prill dhe është plotësuar nga një numër i konsiderueshëm i qytetarëve shqiptar, cilët i detyronte ligji të plotësonin këtë deklaratë, plotësonin divan, pra bëhet fjalë për ata që kishin të ardhura vjetore mbi nivelin të ardhura vjetore bruto mbi nivelin e 1.2 milion lekëve. Gjithashtu fokusuam edhe tek tarifat e njoftuara të mërkurën nga Donald Trump, efektit e ekonomia globale, por gjithashtu edhe efektit tek ekonomia rajonale. Shqipëria dhe Kosova kanë tarifa 10%, mund përfitojnë nga tarifat më të ulta krahasuar me vendet e tjera të rajonit që përballen me tarifa nga 33 deri në 37%. Ky ishte informacioni përgatitur për sot, do të rishihemi sërish të hënën si gjithmonë në orën 10. Deri atëherë mirupafshim.